Ben Israilve, ku Musa i shtini dhe ra i mbitur, e pasi që ra i mbitur, si normal shteti e kërkonte, e Allahu subhanahu wa ta'ala në i përshkruan gjendjen e Musait pasi që mbiti një armiq të Ben Israilve në Egjipt. Thot se asbaha fil Medine, Musai u zgjun mëngjes khaifen yataraqqab, u zgjun mëngjes i friksuar, u zgjun mëngjes i friksuar prej ushtrisë të Firaunit. Për ata Allahu subhanahu wa ta'ala e boni këtë lloj të frikës normale që nuk ban pjesë në llojin e ibadetit. Kjo frikë, kjo lloj frike nuk është prej llojeve të ibadetit, për ata dhe nuk, nëse njeriu frikët prej një sendit, prej një krijese, të krijesave të dunjas, nuk do të thotë që ka shkaktu probleme në çështjet e besimit. Parasia se kjo është një lloj frikë e krijuar natyrore që nuk ka mundësi njeriu ta shmang apo ta largon prej vetës krejtësisht. Nëse del një arush, nëse del një egërsin përpara, normal se prej vetë gjendjes, prej vetë krijimit njeriu nien vete në frikë, nien vete në frikë. E nuk do me thonë që ki e ka problem në çështjen e besimit, po ja, parasia se edhe Musa i kishte frikë prej ushtrisë së Ben Israilve, kishte frikë prej Ben Israilve, edhe nuk kishte shkaktu në çështjen e besimit. Për ata kia jetë në ban me kuptu se ka një lloj frike, cila friket njeriu normal, edhe kjo frikë nuk shkakton probleme në çështjen e besimit. Cila ajo frikë apo cili ai lloj i frikës që shkakton probleme në çështjen e besimit, nëse i frikësh dikujt tjetër pos Allahu subhanahu wa taala. Ajo frika e ibadetit, lloji i dytë i frikës i thojnë khauful ibade, është frika që është ibadet. Cila kjo frikë apo çfarë lloji është kjo frikë? Ulemat islam kanë thonë, këtë frikë është që ti frikësh në zemër që e ndin, thamë që është ibadet i zemrët, pa ata nëse ndin në zemër, që i frikësh dikuj që nuk ka mundësi me shkaktu ai në vete probleme, për shembull, nëse frikësh se ka mundësi, nëse frikësh prej vdekjes, nëse frikësh se po ta merr shpirtin dikush, pos Allahu subhanahu wa taala, kjo është një problem që shkakton probleme në çështjen e besimit. Nëse frikësh se ka mundësi dhe dikush me ta marr shpirtin, ka mundësi dikush me të smu, ka mundësi dikush me të shkaktu probleme, dije vllai i dashur beri vetës më se nuk je në gjendjen e mirë, parasia se kjo është lloj i frikës që i thoj khauful ibade, kjo është një lloj ibadeti që është ibadet i zemrës, që nuk duhet t'i kushtohet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Për atë me fjalë tjera mund me thonë se ky lloj ibadeti duhet t'i kushtohet Allahut, për arsye se këtë e ka lip Allahu subhanahu wa taala që mos t'i frikën askujt tjetër vetë Allahut. Për ata ka thonë fela takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, mos keni tut, mos keni frikë prej atinve, po keni dëro dhe frikë Allahu subhanahu wa taala nëse jeni besimtar. Prej cilës frikë, këtë frikë të cilën duhet që a kushtojnë vetëm Allahut, është frika e cila nuk ka mundësi me kri dikush pa lejen e Allahut. Nuk ka mundësi një vepër tillë, nuk ka mundësi një taktim që e ka taktu Allahu subhanahu wa taala me ndodh pa lejen e Allahut. Këtë frikë duhet ja kushtojmë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ti vllai i dashur e din se kur i kriju Allahu ta ka taktu ejelin. Allahu ta ka taktu ejelin. E nëse frikër se apo nëse mendon se ka mundësi dikush me ta marr shpirtin para kohë, ka mundësi dikush me smuan, ka mundësi dije vllai i dashur se jeti gabimisht, edhe këtë lloj ibadetit ja ki kushtu dikujt pos Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo mundet me të nxjerr prej besimit, parasia se një lloj ibadeti ja ki kushtu dikujt pos Allahu, që Allahu na ka unu që mos ja kushtojmë askujt vetëm Allahu subhanahu wa taala.
Edhe lloji i tretë i ibadeti që duhet kushtohet vetëm Allahut është khaufu sir. Friga e mshaf. Çka do me thonë friga e mshaf? Friga e mshaf do me thonë njeriu me ndi frikë prej dikujt, pos Allahu subhanahu wa taala me ndi frikë në vetën zemër prej dikujt, edhe me qenë se e din se s'ka mundësi aj me shkaktu problem. Për shembull, kjo do me thonë me shumit është e gratë. Kjo me shumit është e gratë. Kur nëse je duke fol për një faltor, kur ke bisedën për një magjistar, e përdorin një shpreje, thojnë shuj se po të nike. Shuj mos e ngrejnë zonin se aj po nike. Prej ku, prej në vendin ku është, ai po nike. Do me thonë me një lloj frige prej dikujt i cili s'ka mundësi ai me ndëgju, do me thonë si pas parimeve islame, s'ka mundësi ai me ndëgju me meni, dhe këta vetë e nin Allahu subhanahu wa taala që nuk i mshefët as një sen, nëse edhe këta e ban, e ke në zemër frikë dikan pos Allahu subhanahu wa taala, kjo një lloj problemi që shkakton probleme në çështjen e besimit, që me këta mundesh me dal prej islamit dhe bubo mushrik, për arsye se këtë frikë duhet adesh që t'i kushtohet vetëm Allahu subhanahu wa taala, ati këtë frikë ja ki kushtuan edhe dikujt pos Allahu subhanahu wa taala, për ata e ki bon këtë lloj ibadete për di apo për tre apo për ma shumë, kurse Allahu subhanahu wa taala ka thonë mos ju frikni askujt vetëm Allahu subhanahu wa taala. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thonë në hadithin që e transmeton Imam Bukhari dhe Muslimi, ka thonë wa'lam bi anna al-ummata law ijtamat, dije se nëse umeti kejt bashkohen, nëse umeti kejt ndimohen për me të shkaktu një problem, s'kan mundësi me të shkaktu një problem, s'kan mundësi me të bo një dam, nëse nuk dënë Allahu subhanahu wa ta'ala me ndohë. Nëse kejt umeti bashkohen dhe ndimohen njani me qetrin për me të sjell një dobi, s'kan mundësi me të sjell një dobi, nëse Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka bon kader, nuk e ka taktu me të ardhë një dobi tije, për ata ka thonë janë ngrejt lapsat dhe janë terë fletushkat, për ata vllai dashur dije se nuk ka mundësi dikush me sjell dobi, siç ashtu po ashtu dhe nuk ka mundësi dikush me sjell dam, nëse Allahu subhanahu wa taala nuk jep leje, e nëse ndodh e mira dije se Allahu ta ka qu për ta falendru, nëse ndodh një musibet, nëse të godit një e keqe dije se Allahu subhanahu wa taala ta ka taktu me të sprovu për të shpërblen me xhennetin e tij. Pa ata çdo të ndodh me kaderin dhe ka dhënë Allahu, nëse ja ke frikë, nëse ke frikë prej një njeriu, prej një krijese që është i krijuar si ti, nëse ke frikë prej atinve që nuk ka mundësi me ndodh një sen vetëm me lejnë Allah, dije vllai dashur se këtë ibadet, këtë lloj ibadetit ti nuk ja ki kushtu vetëm Allah, a prej teje alip që ja kushtojt vetëm Allah subhanahu wa taala. Pa ata nga kjo e pam se llojet e frikave janë tri, dijat duhen t'i kushtohen vetëm Allah. Frigat Allahu subhanahu wa taala dhe e din se vetëm ai shiqon dhe nuk i mshefët asnjë sen, e din se Allahu ndëgjon dhe nuk i mshefët asnjë, nuk i kalon asnjë fjalë, dhe Allahu subhanahu wa taala e din dhe çka ke në zemër, këtë këto i din, edhe e din se nëse ja kushton frikën dikujt tjetër vetëm Allahu subhanahu wa taala, edhe këta e din, atëherë vllai dashur këtë lloj ibadetit duhet ja kushtojsh vetëm Allahu subhanahu wa taala. A nëse dikush frikët prej një të vdekurit apo frikët prej një falltori që nuk duhet i frikët vetëm Allahu subhanahu wa taala, dije se ai ka problem çështjen e besimit, për arsye se këto lloje të frikave duhen t'i kushtohen vetëm Allahu. A frika normale është një lloj frike të cilit njeriu nuk e posedon, nuk posedon dhe nuk ka aftësi dhe mundësi që ta largon krejtësisht prej zemrës, si të frikët prej kafshëve të egra, apo të frikët prej zjarmit, apo të frikët prej një ushtris, apo të frikët prej një zullumqari, apo kështu me radhë. Këto janë frika normale që nuk bëjnë pjesë në llojin e ibadeteve. Për ata çdo sen që nuk bën pjesë në llojin e ibadeteve, nëse ndihen njeriu në vete, nuk shkakton probleme në çështjen e besimit, a nëse është prej llojeve të ibadeteve që të kanë bojnë me Allahun subhanallahu